Barriera e dytë është shtypi që i bën ato publike. Komunikimet me qeveritë përkatëse për gjëra të tilla bëhen në nivele të dyta, zakonisht në mënyrë informale. Dhe stadi i tretë dhe më i lartë është kur këto dalin dhe thuhen edhe publikisht nga aktor politik. Kjo është gjëja që e shqetëson, pra duke zhveshur nga të gjitha gjërat e tjera, kjo është diçka e cila është pothuajse krejtëre për Ramën në këto 14 vjet qeverisje. Lidhja që bëhet, u i kërkohet në formë ultimatumi, zgjedhjet e reja, ndryshe ne do të ndjekim bashkë me familjen, nuk është gjuhë politike. As politike, as mediatike, as i lloj gjuhës është gjuhë rrugë. Edhe rrugë mund ta thuash, po tingëllon si një sinjal. Si një sinjal që i marrë në bashkësime dhe me sinjalet të tjera, krijen klimën. Dhe ky është problemi, sepse sot u gjet ky eurodeputet, nesër mund gjetet dikush tjetër. Dhe mua madje më bëri përshtypje dhe mënyra se si ishte ambalazhuar. Jo, po ishin kështu mos dalin mos. Pse të mos dalin? Intervista. Me këtë deklarata, po është skandaloze, dalin me një dokument. A kupton, nuk ka them sa gjëra të cilat. Dhe dalin kështu për qefo, për të kriju. Po kështu na ke thënë për skandalet u pafundit, dini me dokument, mos dini. Kur kemi dalë me dokument? Kur të kam thënë ke po gabim që ke dalë me dokument mu? Jo, keni thënë fillimisht kundra protestës, keni thënë fillimisht jam kundër asgjë. Për incineratorët. Dhe kur del me dokument e ka përgjigje are. Është tjetër gjë se sa i zgjuar është anëri kur ka përgjigje. Mos e kapni te pjesa e përgjigjesime, unë po them tjetër gjë. Unë jam kundër asgjë se mos kam asnjë lloj interesi sinqerisht. Jo kundër më. Jo, problemi është gjë domethënë asgjë. Po pra, Peka e kishte dhe kur nxjerrin faktet i thua, kush ishte fakti më? Gjykata e bër pal. Gjithmonë e bër pal. Fakti është gjykata e verifikon. Jo, pra gjithmonë e bër pal. Në dosje që ai jep tendër, ku ta vendosi. Jo, pra në dosje është tjetër gjë. Dosja është e bësh pal. Po ti hym dosjeve, të gjithë këta që kanë kaluar nëpërmjet Spakut i bën ti fajtor, Berisha, Meta. Ju keni standard ndryshe te kjo pjesë. Po jo, ti për Berishën nuk thua që është fajtor. Jo, se kam i dokument. Që sa Berisha i thot, po pse nuk e dyshon ti te Berisha që bën gabim, po dyshon te Rama që sillen mirë. E dyshoj që ç'ke me të. Po pra dyshon që kanë bërë gabim. Jo. Po ç'a? Që është fajtor. Dyshoj që mund të jetë fajtor çdo njeri. Ore nuk prezumimi, po pra është tjetër gjë ajo. Tani ti tjetër gjë. Kto prapë thotë ti shkon te prezumimi pa fajësisë, po gjithmonë, gjithkohës. Edhe po nxjerrin dokument. Gjithkohës nuk bën palë me prokurorin, të po them. Diskutojmë fajësinë. Po them që ndryshe nga ne nuk kemi gjyqtar. Okej, patjetër. Ne themi pra ku ka i dokument që thot, thuaj Carlos, që të vita marrë 700 mijë se do me i heri, thot ky kësaj. Po. 700 mijë mund të jenë brekë burr. Ç'pun keni ju? Se ju thoni hajde me 700 mijë. 700 mijë i lirit, xhimi këtu më kanë thënë që nuk kishin, kanë qenë bluza, nuk kanë qenë para. Apo jo, këtu e kemi përpisë. Tani unë e përgjigj shtrova. Më fal. Më fal, kemi qenë në studio. Një sekondë, 700 mijë edhe ajo 700 mijë që çoja aty, te i lirit të burr. Se ti e thua ti. Edhe avokati vet pa ti thënë që bëj fjalë për bluza. Po pra. Po kështu tha më avokati bluza. Bluza tha avokati Metës. Jo, ishte bursim që kishte për të dhënë nëse ja jep të ky pa marr pjesë. Po pse si ka jo për bluza tha, po se s'ka. 800.000 euro i ka bërë brek ajo që ja gjetën në shtëpi. Po edhe që kishte marrë tash pra nuk është se nuk duhet. Po ç'pun keni ju, jo 800, po 800 milionë euro, ç'pun keni ju, nëse ka lekë ajo të bëj brek. Ore, problemi ju jeni kundra njerëzve që kanë lek, apo jeni ju kundra njerëzve që bëjnë krim? Ta kuptosh. Se tani bëjmë me breket po. Jesh bërnish me mentalitetin. Jo. Mbi zotërus kush është domethënë. Po çka për dalë kundërta dhe këtu do jemi, e kësaj që po thua. Që këta kanë bërë me të futur. Që s'ka brek. Flasin ke rrethi katror. Nuk e di ka s'ka brek, nuk e di. Ke rrethi katror bën parashikime. Nuk kemi të rrethi katror, unë po bën parashikime se unë e di. Që ka ndodhur. Dhe nuk ka asgjë të keq. Kjo është që ka ndodhur sipas prokurorisë, o mand tani. Me vibrator ç'a do mund të blesh. Po edhe vibratorëve s'është e vërtetë. Edhe shpifje ka